Kosova dhe Shqipëria do të përforcojnë marrëdhëniet e tyre tregtare pas situatave disi të vështira ku në kufi janë bllokuar produkte të shumta ushqimore si në rastin e qumshtit për nivelin e lartë të aflatoksinës. Ambasadori i Kosovës në Tiranë, Sulejman Selimi, tha se autoritetet e dy vendeve kanë vullnetin e duhur për të bashkëpunuar dhe rritur sigurinë në tregtin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Kemi ligje jashtëzakonisht të mira, mirë po duhet zbatim. Dhe në kuadër të zbatimeve të gjitha këtyre ligjeve rregullore të cilat kemi pas, ne kemi pas disa herë edhe keq kuptime ose duke nisë ka gjanat më të thjeshta të prodhimeve vendore, duke nisë nga patatja e cilët është e deri te momenti i fundit i millit. Këto gjana kanë qenë të papranueshme, kanë qenë jo të lezetshme dhe një sqarim ose një bashkëpunim të gjashëm i dikasterave për kacë ka qenë jashtëzakonisht i nevojshëm, është i nevojshëm edhe në të ardhmen. Drejtues të doganës së Kosovës, Shqipërisë dhe shërbimeve veterinare të dy vendeve kanë qenë prezent për 2 orë në një tryezë të përbashkët për të parë mundësitë e bashkëpunimit ekonomik e tregtar aktualisht dhe në të ardhmen midis dy vendeve.